Kur mund të kërkojmë zgjatjen e afatit të qëndrimit në zonën Schengen apo zgjatjen e afatit të vizës prapë në zonën Schengen? Duhet theksuar se zgjatja e këtyre afateve është e mundshme, por vetëm në situata të jashtëzakonshme, të cilat janë sëmundje serioze që të bën të pamundur të udhëtosh, ngjarje të paparashikuara, fatkeqësi natyrore, greva apo anullim të fluturimeve, arsye familjare të rëndësishme. Pra, nëse ke një arsye të fortë dhe të dokumentuar, mund të bësh një kërkesë pranë autoriteteve lokale të migracionit, do të plotësosh formularin e aplikimit duke siguruar dhe dokumentat mbështetës. Afati i vendimit mbi kërkesën tuaj mundet të zgjasë nga disa ditë në disa javë. Dhe këtu është kleçka. Gjatë kësaj periudhe ti mund të vazhdosh qëndrimin qetësisht në vendin ku ke aplikuar. Nëse ke nevojë për ndihmë të mëtejshme apo informacione të tjera, jam këtu për të ndihmuar. Më komento ose më shkruaj në inbox dhe më ndiq në faqen time më të re online falas në YouTube.